nga shërbime sekrete izraeliane dhe amerikane që Serbia ka kohë që po bën marrëveshje me disa vende të tjera. Për shembull ka bërë marrëveshje me Iranin, me Rusinë dhe disa vende të tjera, sepse kërkon që të rimarr Kosovën. Të paktën këto janë, me fjalë, jo fjalë për fjalë kështu, por është zbuluar që diçka po përgatit Serbia. Pra, duke filluar nga këtu, Amerika vendosi që të jap fund këtij thashëthemi. Dhe ishte ky shkaku i parë, pra një nga shkaqet e tjera që e filloi luftën pra më njëherë në Iran, që në muajin janar. Dhe pse u bë kjo? Sepse pikërisht në muajin janar, dëgjoni këto koincidenca që janë, pikërisht në muajin janar, Irani i shiti Serbisë 25.000 drone luftarak. Bile i dha dhe të ardhura financiare për ta ndihmuar